Përshëndetje. Një nga kandidatët e Partisë Demokratike i veçpallur, përfaqësuesi Rinisë Shkodrane, ka dhënë sot një konferencë shtypi përpara Bashkisë së Shkodrës. Nuk e dim se sa të përfaqësuar e ndjen veten Rinia Shkodrane nga kandidati me kostume kollare në këtë ditë të nxehtë, që mes të tjerash sulmoi edhe skemën e granteve të Bashkisë së Shkodrës për të rinjt. Sqarojmë Tedin se kjo skemë e granteve është një ndërmarrje rinore që po zbatohet për herë të parë në Bashkinë e Shkodrës. Se nuk është bërë më herët, le të pyes partinë e vet, që për më shumë se 30 vite ka udhëhequr këtë bashki dhe tani bën sikur harron. Skema është e pastër, transparente, e ndërtuar mbi parime të mira profesionale. Më shumë se 25 të rinj dhe të reja, nga më të talentuarit dhe inovatorët në territorin e bashkisë, kanë marrë pjesë dhe janë shpallur fitues nga një komision, ku ishin të përfaqësuar si biznesi edhe universiteti. Tedit i bëjmë thirrje që këtë transparencë të aprovojë edhe vetë, duke aplikuar në thirrjen e radhës, si njëri që ka vendosur të jetojë në Shkodër, nëse ka një ide biznesi, le ta aprovojë, sepse në këtë qasje në politikë zorë se do të ketë sukses. Sa për nepotizmin e pretenduar, është e qartë se ata vetë kanë qenë fytyra vërtete e nepotizmit në Bashkinë e Shkodrës për 30 vite, dhe këtë shkodranët e dinë fort mirë. Sot, në të gjithë qarkun e Shkodrës, janë në zbatim 10 projekte investimesh publike dhe private në çdo cep të tij. Do të ketë edhe më shumë investime, më shumë vende pune, më shumë vende të mira pune për çdo të rije të re që vendos ta ndërtojë jetën këtu. Shkodra nuk ka më kohë për të humbur me kostume të reja apo të vjetra politike që nuk janë në gjendje të nxjerrin as edhe një fjalë të mirë për projektet dhe investimet në këtë qytet. Por kjo është puna e tyre. Banorët e qarkut Shkodrën në 11 maj do ta mbyllin një herë mirë këtë kapitull, duke votuar për numrin 5, Partinë Socialiste, për të mbështetur këtë transformim për një Shkodër dhe Shqipëri europiane. Faleminderit.